Do të bëj një pyetje? Do ta fundosi. Do të bëj një pyetje? Po ta bëj pyetjen, do ta fundosi. Ty të duket gjesti lojtar më i fortë se unë? Do ta fundosi. A do ta fundosi? Aldo, Gjerda. Po. Po. Çfarë gjesti? A pse unë se fundos kam dot? Ti e fundos. Atëherë po të bëj një pyetje, kush është lojtar më i fortë për ty, unë apo Gjesti? Midis juve të dyve është barazim. Pse që ka barazim? Qa ka bë Gjesti që se kam bë unë, qa kam bë unë që se ka bë Gjesti? Sepse ai kap një mosh adoleshente që për krahun, që e kam parë domethënë. Po, kap një mosh adoleshente që nuk e kapim ne. Po ti pse ri këtu? Sepse ri unë këtu. Pse ri, nëse ai kap moshën e adoleshencës? Sepse unë kam një pjesë tjetër që se kap ai. Atëherë, kjo s'është përgjigje. Ato po të them. Kjo s'është përgjigje, unë po të pyes mes meje dhe ore ti mo ti. Po ti po flet për publikun, unë po them ti si flas për publikun. Ore ti si la ert mos, si la ert. Ti dhe unë dhe Gjesti. Mos publiku voton. Ore lëre mos po të pyes publikun, publiku e di është jashtë. Unë po them, po të bëj një pyetje shumë sinqerte. Po specifikoj pyetjen. Pyetja është kush është këtu në lojë apo kë do votoj publiku? Ore për ty, kush është më i fortë, unë apo Gjesti? Ti patjetër. Po në votim nuk jam shumë i sigurt. Në votim nuk jam i sigurt. Në votim si jam i sigurt fare. Po ti ke 2 javë që vërtet këtu për modele. Patjetër. Po çfarë mendon ti? Unë mendoj që ka shumë njerëz të cilët shohin, vlerësojnë. Kush mendon se dëgjon muzikën time, Laert? Pse ndërpret?